Kreu i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj e mbajti fjalën dhe u prononcua sërish për opinion, i lumtur me rezultatin e deri tanishëm. Ai tha se 70.000 vota në rang vendi janë domethënëse dhe që premtojnë një rrugtim të frytshëm politik të kësaj force. Mbrëm në darkë të thash më jep 12 orë kohë dhe sot është fakt. Zyrtarisht koalicioni është forcë e tretë politike në vend, në votë kombëtare. A është kombëtare gara? Parlamenti është kombëtar. Fakt është që deri në përfundim të procesit ne do shkojmë deri në 70.000 vota, 70 idealist. Unë me vetdijet plot nuk bëra një fushat lokale sepse kam besuar dhe do besoj se ky vend mund të bëhet. Po shkojmë në një rezultat që nuk është ai që prisnim, por në kaq vite tranzicion është rezultati jashtëzakonshëm. Unë do të kërkoj edhe 12 orë të tjera dhe nesër do lidhemi prapë. Po garojmë me shumë dinjitet, me 600 vëzhguesit të anë po shohim çdo vot. Me qytetari e kulturë po përballojmë gjithçka dhe po zbatojmë vullnetin e qytetarëve, thot ai. Përpos Fierit ku është afër përmarrjen e një mandati, ai u shpreh optimist edhe për një qark tjetër. Unë mendoj që trendi i votës së diasporës do na jap atë mandat. Mendoj që do na jap mandat edhe në një qark tjetër. Unë jetoj për parimet, janë themelet të shëndosha të një rruge që ka nisur e nuk ka kthim pas, thot Lapaj.